Në një nga ditët më të tensionuara dhe më të papritura brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, ditën e vitit të ri, ndodhi një përplasje që mbajti të gjithë banorët në pritje dhe publikun në ankth. Ishte një moment ku emocionet e akumuluara gjatë javëve të fundit shpërthyen në mënyrë të fortë dhe pa paralajmërim. Protagonist u bën Fjolla dhe Labi, të cilët u përplasën ashpërpas një nate të gjatë festive. Historia filloi që në mëngjes. Ishte ende në pikë të sabahut dhe Fjolla, dukshëm e lodhur dhe e tensionuar nga festat dhe pijet e natës, nuk kishte durim për asgjë. Ajo i tha Labit në mënyrë të prerë, "Hik me lënë rehat." Një kërkesë që nuk ishte thjesht fjalë, por shprehje e një ndjenje të fortë irritimi dhe lodhjeje. Fjolla nuk mund të përballonte më tensionin e grumbulluar dhe mënyra si e shprehu këtë frustrim tregoi një gjendje të akumuluar që nuk mund të kontrollojë më. Labi, i cili vetë nuk ishte pa emocione dhe ndjenja, reagoi menjëherë. Fjalët e Fjollës nuk ishin të thjeshta për të dëgjuar dhe kjo çoi në një përplasje të ashpër. Tensioni u rrit, të dy filluan të flisnin njëkohësisht, duke shtuar akuzat dhe pasiguritë që kishin grumbulluar gjatë javëve të fundit. Ishte një debati ku nuk kishte fitues, por vetëm ndjenja të forta, të pakontrolluara dhe shpërthyese. Banorët e tjerë ndoqën situatën me kujdes. Disa u përpoqën të ndërhynin për të qetësuar gjërat, por të tjerë mbetën në heshtje, duke kuptuar se ndonjëherë tensioni ka nevojë të lirohet vetë. Atmosfera e shtëpisë u mbush me tension dhe nervozizëm, duke u dukur se nata e vitit të ri nuk kishte sjellë vetëm gëzim, por edhe një reflektim të fortë të emocioneve të mbajtura peng. Ky incident tregoi edhe një herë kompleksitetin e marrëdhënieve brenda Big Brother Kosova. Në një ambient të mbyllur ku emocionet, konkurrenca dhe izolimi grumbullohen, shpërthimet janë të pashmangshme. Fjolla dhe Labi, me përplasjen e tyre, treguan se edhe brenda një loje strategjie dhe spektakli, njerëzit mbeten.